Zyra e prokurorit të specializuar ka përfunduar zyrtarisht paraqitjen e provave në procesin gjyqësor kundër ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe ish-zyrtarëve të lartë Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Gjyqi nisi më 3 prill të 2023 në dhomat e specializuara në Hag. Gjatë kësaj faze të procesit, zyra e prokurorit të specializuar ka paraqitur një numër të madh provash, përfshirë dëshmitë e 125 dëshmitarëve që kanë dëshmuar drejt për drejt në sallën e gjyqit. Gjithashtu janë prezantuar rreth 3000 prova materiale në disa gjuhë dhe janë bërë mbi 1400 parashtesa ligjore të lidhura me çështjen. Të akuzuarit përballen me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, për fshehvrasjen e më shumë se 100 personave, si dhe arrestimin e palishëm dhe torturimin e qindrave të tjerë. Sipas aktakuzës, këto krime janë kryer ndaj civilëve dhe individëve që nuk merrin pjesë në luftime, gjatë periudhës mars 1998, shtator 1999, në disa vende në Kosovë dhe në pjesën veriore të Shqipërisë. Në këtë proces marrin pjesë mbi 150 viktima, të cilat përfaqësohen nga avokati i viktimave. Prokuroria e specializuar Kimberly West theksoi rëndësinë e dëshmive të dhëna gjatë procesit dhe shpreh respekt për guximin e dëshmitarëve dhe viktimave që dëshmuan në gjykatë. Ajo falenderoi gjithashtu të gjithë ata që ndihmuan në përgatitjen dhe paraqitjen e provave nga ana e zyrës së prokurorit të specializuar, duke nënvizuar rëndësinë e drejtësisë dhe respektimit të procedurave ligjore.